Spiropali reagon pas paralajmërimit nga Rama për përjashtim nga grupi parlamentar, thotë se qëndrimet e saj nuk janë tradhti ndaj Partisë Socialiste. Shqipëria nënshkruan marrëveshjen për sigurinë energjetike me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë. Rama thotë se vendi ynë do të jetë një fuqi rajonale eksportuese. Dalin në detaje nga operacioni arrestimit të Ervin Matës në Brazil, u kap me dokumente false britanike dhe bullgare, prej 2 vjetësh ishte nën survejim nga agentët. Hapet për qarkullimin e mjeteve, segmenti i zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës pritet fillimi i punimeve për segmentin tjetër nga mbikalimi i Rinasit në Laknas. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Është thelluar përplasja publike mes kryeministrit Edi Rama dhe deputete socialiste Elisa Spiropali. Në një reagim në rrjetet sociale, ish-ministra e jashtme ka sfiduar hapur Ramën duke i thënë ta përjashtojë nga partia. Ajo shkruan se kur paralajmërimi publik bëhet instrument kërcënimi, heshtja nuk është më maturi, por është dorëzim. Ish-ministria e jashtme Elisa Spiropali ka vendosur të kundër përgjigjet kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama dhe paralajmërimit të tij për përjashtimin e saj nga grupi parlamentar socialist. Në një mesazh në rrjetet sociale, Elisa Spiropali sqaroi pozicionin e saj në lidhje me situatën brenda partisë më të madhe të vendit, duke bërë të qartë se ajo ka vendosur të mos heshtë. Kur paralajmërimi publik bëhet instrument kërcënimi, heshtja nuk është më maturi, është dorëzim. Nëse qëndrimi im për mënyrën si po funksionon partia, qeveria, shteti konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po e them qetë dhe qartë, më përjashto. Deputetja Spiropali ka sqaruar se nuk ka sulmuar në asnjë rast Partinë Socialiste, por ka kërkuar ndarjen e partisë nga shteti e ka folur për rrezikun e strukturave burokratike që rrezikojnë sipas saj të marrin vendin e përfaqësimit politik. Nëse të kërkosh që institucionet të mos kontrollohen, personalizohen, instrumentalizohen është faj, atëherë më përjashto. Nëse të kërkosh gare e merit brenda e jashtë partisë është faj, më përjashto. Nëse të kërkosh që socialistët të mos vëndsohen nga një model drejtërokracie ku kontributi politik zbehet përballë kontrollit administrativ që nga mungesë disipline, më përjashto. Në këtë mesazh në rrjetet sociale, Spiropali mbrojti vendimin e saj për të mos u bërë pjesë e seancës plenare ku urrëzua kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Por të paktën të bëhet e qartë se përjashtimi nuk po ndodh sepse dikush ka tradhtuar partinë, po ndodh sepse dikush ka refuzuar të heshtë për mënyrën se si po vepron pushteti në emër të saj. Dhe kjo nuk është çështje personale, është çështje se si kuptohet politika. Çfarë ndodh me një parti kur qoftë edhe një akt politik mosvotimi shihet si armiqësi? Çfarë ndodh me një shtet kur kundërshtimi trajtohet si kërcënim? Çfarë ndodh me një shoqëri kur bindja kërkohet si nënshtrim? Një ditë më parë, në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama paralajmëroi ish-ministren e jashtme, Elisa Spiropali, se do ta përjashtojë nga grupi parlamentar nëse ajo vazhdon publikisht të kritikojë Partinë Socialiste. Shqipëria, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan sot një marrëveshje të rëndësishme në fushën e energjisë që përfshin në zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe ndërtimin e një impjanti për gazin e lëngshëm. Ambasadorja amerikane në Athinë e pranishme këtu tha se kjo marrëveshje shkon në sinkron me vizionin e presidentit Donald Trump. Presidenti Trump ka qenë një kampion i zjarrt i sigurisë energjetike. Vizioni dhe veprimet e tij kanë përforcuar faktin se ofrimi i një energjie të diversifikuar forcon sigurinë. Kur SBA, Shqipëria dhe Greqia punojnë së bashku, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor përfiton, ka deklaruar ambasadorja. Ndërsa kryeministri Rama përsëriti se fal këtyre bashkëpunimeve, Shqipëria brenda këtij mandati do të shndërrohet në eksportuese neto të energjisë. Ka qenë dikur çështje furnizimi për të mbajtur ishte Gjykata e posaçme kundër korrupsionit ka pranuar kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj për mbajtjen e tij jashtë kafazit të sallës së gjyqit në seancën e radhës për dosjen e sterilizimit. Gjykata vlerësoi se për shkak të numrit të ulët të pjesëmarrësve, sjelljen e të pandeurit, si dhe me faktin që në këtë proces nuk ka mas arrest me burg, zoti Beqaj mund të qëndrojë pranë avokatëve të tij. Gjykata urdhëroi gjithashtu njoftimin e drejtorisë së burgjeve për zbatimin e këtij vendimi. Të njëjtën kërkesë më herët e kanë bërë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, si dhe ish-presidenti Ilir Meta.
Ndërkohë Sali Berisha i doli sot në mbrojtje Ilir Metës duke kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm nga burgu. Kreu Demokrat tha se Meta është trajtuar në mënyrë të shnjërzore me urdhër të Ramës. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Ramën si përgjegjës për atë që lideri i opozitës Sali Berisha e cilsoi trajtim të shnjërzor të ish-presidentit të Republikës Ilir Meta. Një ditë pas nisjes së gjyqit ndaj Metës, Berisha deklaroi se kryeministri Edi Rama mban përgjegjësi për mënyrën e arrestimit të tij, trajtimin në burg dhe vendosjen në kafaz në sallën e gjyqit. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet shnjërzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Berisha kërkoi ndërhyrjen e Këshillit të Evropës për rastin e Ilir Metës. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Evropës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik. Berisha gjithashtu mbështeti atë kërkesën e Metës që seancat gjyqësore të jenë të hapura për publikun, një kërkesë që ai e ka artikuluar edhe për gjyqin që po zhvillohet ndaj atij vet për çështjen e ish kompleksit partizane. Unë mendoj se dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Të gjithë politikanët që po përballen gjykatën e posaçme me akuzat e spakut kanë kërkuar deri më tani seancat hapura për publikun e median, duke nisur nga kryetari i PD-s Sali Berisha, Ilir Meta, Erion Velia e Arben Ahmetaj. Arrestimi i Ervin Matës, një prej personazheve të njohur të botës së krimit, pritet të hedhë dritë mbi aktivitetin e grupeve të trafikut të kokainës. 39 vjeçari u kap në Brazil ku qëndronte me dokumente britanike, ndërsa dispononte edhe një kartë identiteti bullgare. Agjentët ishin vënë në ndjekje të tij prej afro 2 vjetësh pas kërkesave të Interpol Tiranës. Ervin Mata dyshohet se kishte ngritur një bazë lëvizjeje mes Paraguajit dhe Brazilit, ndërsa autoritetet shqiptare dhe ato ndërkombëtare prej më shumë se 2 vitesh po ndiqnin aktivitetin e tij në disa shtete të Amerikës Latine. Burime bëjnë me dije se Mata shoqërohej me persona të lidhur me grupe kriminale paraguajane, fakt që ka ngritur dyshime për lidhje të forta me rrjetet të trafikut në atë zonë. Sipas të njëjtave burime, ekzistojnë dyshime se ai mund të ketë jetuar për një periudhë në Paraguaj ose të paktën të ketë lëvizur vazhdimisht mes Paraguajit dhe Brazilit, pasi rezultojnë hyrje dalje të shumta mes dy vendeve. Në bazë të një fotografie të dërguar nga autoritetet braziliane, Interpol ka konfirmuar identitetin e tij, duke zbuluar se Mata kishte hyrë në Brazil, ku më pas u vu në pranga. Hetuesi dyshojnë gjithashtu se ai shoqërohej me shtetas shqiptar, të cilët i mbante pranë për aktivitete kriminale. Në momentin e arrestimit nga policia braziliane, Matës janë gjetur disa dokumente të falsifikuara. Sipas burimeve, ai posedonte një pasaport bullgare të falsifikuar, e cila kishte skaduar në vitin 2024. Gjithashtu i është sekuestruar edhe një kartë identiteti bullgare, e vlefshme deri në vitin 2029, po ashtu e falsifikuar. Mësohet se Mata mbante edhe një kartë identiteti të shtetit të Paraguajit, gjithashtu të falsifikuar, ku si vendlindje ishte shënuar Mbretëria e Bashkuar. Ky dokument dyshohej se përdorej kryesisht për lëvizjet e tij në disa vende të Amerikës Latine. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit të tij dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të mundshëm. Përfundojnë punimet në segmentin e parë të zgjeruar të autostradës së Tiranë-Durrës. Autoritetet bën të ditur se tashmë ka nisur puna për pjesën e dytë të projektit që shtrihet deri tek mbikalimi i Laknasit. Rreth 7 kilometrat e parë të autostradës së zgjeruar Tiranë-Durrës, nga dalja e Tiranës deri te mbikalimi i Kasharit, janë tashmë të hapura plotësisht për qarkullim. Pas kësaj, Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi, gjatë inspektimit, tha se punimet për fazën tjetër, që do të shtrihet deri te mbikalimi i Laknasit, do të nisin brenda vitit. Aty ne do kemi dhe demontimin e mbikalimit
të Rinasit, në cilën jemi duke për vetëm disa sistemime për disa kabina elektrike. Do hapi pak edhe pjesën e rrugës, sepse patjetër mbikalimi i Rinasit krijon një lloj hinke për kufizimin e automjeteve. Është e kontraktuar, është për të demontuar, do bëjmë dhe projekti parashikon edhe hyrjet dhe bërjet e rampave të reja në aeroportin e Rinasit. Po ashtu, pas 2 javësh pritet që të shpallet fituesi edhe për projektin e rrugës Milot-Balltren. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shfryrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë. Segmenti tashmë i përfunduar i Tiranë-Durrës ka 4 korsi, një prej të cilave është për emergjencat. Punimet për zgjerimin e kilometrave të parë nisën në tetor të vitit 2024 dhe afati kontraktual për hapjen e qarkullimit ishte 24 muaj. Një tjetër call center është goditur nga policia e Tiranës nga krimi ekonomik. Agentët kishin informacion për një apartament që ishte shndërruar në një call center, aktivitet që mashtronte shtetasit e huaj me premtimin e investimeve në bursat fiktive. Në pranga ka rënë Melissa Saraçe, 25 vjeçe, e cila kishte marrë me qira apartamentin dhe e kishte kthyer atë në një qendër call center. Ndërkohë, pas kontrollit janë sekuestruar pajisje kompjuterike, celular dhe prova të tjera. Vajza nuk ka pranuar të bashkëpunojë me policinë dhe ka refuzuar të tregojë për persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet, ndërkohë që krimi ekonomik ka dyshime se janë edhe persona të tjerë që fshihen pas këtij call centeri mashtrues. Një aksident ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme në rrugën kombëtare Fushkruj-Durrës, ku si pasojë 2 persona kanë mbetur të lënduar. Automjetet kanë dalë nga rruga dhe kanë përfunduar në kanal, si kundër duket edhe në këto pamje. Shkak dyshohet këtë qenë tentativa për parakalim nga njëri prej drejtuesve të mjeteve, por gjatë manovrës ka shkaktuar përplasjen. Si pasojë e aksidentit janë plagosur drejtuesja e mjetit që tentoi parakalimin si dhe një pasagjer. Banka e Shqipërisë vëren se në gjysmën e dytë të vitit të kaluar pronat u shtrenjtuan me 28% dhe po ashtu u shtuan edhe kredit për apartamente, por çmimet mund të rriten sërish si pasojë e krizës në tregjet globale. Pavarësisht ngecjes së tregut për shkak të rivlerësimit, çmimit në tregun e pasurive të paluajtshme u rritën me 28% gjatë vitit 2025. Edhe pse më e ulët krahasuar me 2024-ën, kjo rritje mbetet domethënëse, e nxitur kryesisht nga investimet në zonat bregdetare. Në tregun e pasurive të paluajtshme kemi patur një rritje të çmimit të mëtejshme, por ritmi i rritjes ka rënë në krahasim me një vit më përpara. Dhe besojmë edhe fal masave që ka prezantuar Banka e Shqipërisë. Në tërësi, gjendja e sektorit bankar në këtë mjedis gjithashtu është zhvilluar pozitivisht. Në raportin e stabilitetit financiar për 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë thekson se vendi mund të përballet me një valë të re rritje të çmimeve, e ndikuar nga pasiguritë në ekonominë globale. Ndër faktorët kryesor përmenden politika tarifore të administratës së Donald Trump dhe tensionet e vazhdueshme në lindjen e mesme. Zhvillimet ndërkombëtare kanë qenë përgjithsisht ato të pritshme, normat e interesit kanë ardhur në rënje. Megjithatë, pasiguria ndaj politikave të tregtimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si dhe tensionet gjeopolitike kanë ardhur në rritje, sidomos në fund të periudhës. Në eurozonë, ekonomia u rrit me rreth 1.2%, ndërkohë që inflacioni rezultoi pranë objektivit të Bankës Qendrore Evropiane. Sa i përket sektorit bankar, raporti nënvizon se ndonë se janë ndërmarrë masa më shtrënguese për kreditimi dhe bankat e nivelit të dytë, në praktik kreditdhënia gjatë periudhës korrigjator të vitit të kaluar ka vijuar të rritet e nxitur kryesisht nga kredit për blerjen e banesave. Ervini ishte i eliminuar i mbrëmjes së të hënës në fermën e VIP-ave, ndërsa publiku vendosi të mbajë ende në garë DJ Bujakën. Ky i fundit u surprizua nga 3 fëmijët e tij gjatë spektaklit. Mbrëmja e 10 e spektaklit Ferma VIP 3, transmetuar në ekranin e Vision Plus, solli një rrjedhë emocionesh të forta, vendimesh të papritura dhe surprizash të paparashikuara për publikun dhe fermerët. Kur të bën ato bum bum, bum bum, bum bum,
Një nga momentet më të rëndësishme të kësaj nate ishte eliminimi. Që prej të premtes, Ervini dhe DJ Bujaka ishin në nominim kok më kok pas humbjes së sfidës përballë Mosës. Ishin votat e publikut ato që vendosën fatin e tyre, duke ndërprer rrugëtimin e Ervinit. Ai që largohet sonte është Ervini. Largimi i tij erdhi pas një rrëfimi tepër prekës që emocionoi jo vetëm fermerët brenda shtëpisë, por edhe publikun. Nga ana tjetër, edhe DJ Bujaka përjetoi një moment shumë emocional, teksa u surprizua nga 3 fëmijët e tij. Në rrëfim, ai cilësoi ata si pasurinë më të madhe në jetë, duke ndarë gjithashtu edhe historinë e njohjes me bashkëshorten. Në planin e marrëdhënieve brenda fermës, dinamikat mes Fabiolës dhe Adionit kanë pësuar një krisje të dukshme. Pas hyrjes së Fabianit, vëllait të Fabiolës, situata është tensionuar duke sjellë distancim mes dy fermerëve. Bisedat mes tyre tregojnë një përpjekje për të ruajtur respektin dhe ndjenjat, por edhe një ndikim të fortë nga jashtë. Ndërkohë një tjetër vatër tensioni është krijuar pas përzgjedhjes së filmit Pasaporta në regjinë e Eduard Grishaj nga kryefermer Romiri. Fakti që aktori kryesor i filmit, Indri, është pjesë e fermës, ka nxitur diskutime dhe dyshime mes banorëve, duke i quajtur këtë zgjedhje si të qëllimshme e të lidhur me raportin e Indrit me Vanesën. Ndërkohë një televotim i hapur deri të premten për 14 fermer i jep publikut mundësinë të zgjedhë të preferuarin e tij, ndërsa Agaj do të jetë ai që vendos për fatin e më pak të votuarve, duke i çuar ata në një sfidë. Që përveç kryefermeres, të gjithë të tjerët shkojnë në televotim. Nata e 10 e ferma VIP 3 konfirmoi edhe një herë se loja nuk zhvillohet vetëm përmes sfidave, por mbi të gjitha përmes historive njerëzore, emocioneve dhe marrëdhënieve që ndryshojnë nga momenti në moment, duke mbajtur publikun të përfshirë dhe të surprizuar në çdo hap të saj. Muzeu Arkeologjik i Durrësit është tashmë gati të presë turistët dhe vizitorët. Rekonstruksioni i tij është mundësuar nga Bashkimi Evropian. Për 2 javë, hyrja për të parë mbi 2000 objekte të ekspozuara do të jetë falas. Është hapur pas një kohe të gjatë Muzeu Arkeologjik në Durrës, i cili ju nënshtrua një rekonstruksioni të plotë. Ai u dëmtua nga tërmeti vitit 2019, ndërkohë që këtë të martë u realizua edhe ceremonia e inaugurimit. Tashmë Muzeu Arkeologjik është tërësisht i ridimensionuar me 3 katet funksionale dhe në total janë ekspozuar më shumë se 2300 artefakte, që i përkasin periudhave të ndryshme historike. E mbyllim ciklin dhe jemi rikthyer aty ku rifilluam, vendin ku është prezantuar pikërisht programi EU for Culture, që është Muzeu Arkeologjik i Durrësit. Ky çast na ndihmon që të kremtojmë partneritetin që ka ndihmuar ky program që të krijohet një partneritet për të rritjen ekonomike dhe kulturore të Shqipërisë dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen e Shqipërisë në BE. EU for Culture është një vend ku luan rol BE-ja për kultura, është e rëndësishme për të krijuar dhe një identitet të Bashkimit Evropian që është me shumë shtresa. Dhe vetë Durrësi është dëshmitar i kësaj historie evropiane dhe shqiptare me shumë shtresa. Nuk po inaugurojmë thjesht një ndërtesë, ne po riinterpretojmë një hapësirë për treguar historinë, qytetin, rajonin, Shqipërinë, një rrugtim aventuror në mjegullën e shekujve. Sepse Durrësi nuk është vetëm një hapësirë e jona urbane, është një arkiv i hapur mesdhetar, me rëndësi universale, ku çdo shtresë toke është një epokë dhe çdo objekt antik është një dëshmi unikale. Muzeu i ri, tashmë, mund ta themi këtë, arkeologjik i Durrësit nuk do të jetë një godinë e heshtur, pasive, por një institucion ftues, aktiv, një muze që ndihmon shoqërinë të kuptojë veten në të tashmen dhe nuk flet vetëm për të kaluarën e ershme. Dua po ashtu të shtoj edhe një aspekt tjetër, rëndësinë e madhe që ka programi EU for Culture dhe në tërësi investimi në kulturë për Shqipërinë, një vend që jo thjesht sepse është turistik, por edhe sepse është pranë antarësimit në Bashkimin Evropian, i ka të gjitha arsyet për të nxjerrë në pa sa më shumë dhe sa më mirë historinë e vet. Historia e një vendi të vogël rrënjësisht dhe thellësisht
evropian me shumë dëshmi të prekshme në të gjithë territorin e vetë. Për 2 javët e para, hyrja në muze do t'jetë falas, ndërkohë që në një kënd të tij janë ekspozuar edhe pjesë nga mozaiku i famshëm Bukuroshe e Durrësit, i cili kthehet në qytetin bregdetar pas shumë vitesh. Muzeu Arkeologjik tashmë ka edhe një staf më të madh me ciceron dhe specialistë ndryshëm që do të shërbejnë gjatë kohës që aty do të vinë vizitorët vendas dhe të huaj. Rikonstruksioni i Muzeut Arkeologjik është realizuar me fondet e Bashkimit Evropian. Trupa e aktorëve nga Ulqini ngjiti në Teatrin Migjeni të Shkodrës shfaqjen Buongiorno. Komedia ka shëtitur në disa vende dhe është mirë pritur nga publiku. Ritëm, humor dhe kthesa të papritura, ku situatat komike ndërthuren me momente që prekin tema të përditshmërisë, sinqeritetin dhe marrëdhëniet mes miqve. E tillë erdhi në skenën e Teatrit Migjeni të Shkodrës komedia Buongiorno, një prodhim nga artistë të Ulqinit dhe që është pjesë e një turneu ballkanik. Megjithse një trup e re në qytetin shqiptar të Ulqinit në Maltëzi, me komedinë në fjalë, ajo ka korrur jo pak sukses kudo ku është shfaqur. Vish tamam ku është djepi i një humorit shumë, por e kemi për shumë mirë. E kemi pa që publiku e don. E kemi vrej që ishtë mirë, kemi ba 60 premiera dhe kemi më thanë ati që ne do të shkojmë në Shkodër. Do të shkojmë Teatri Migjeni, faleminderit publikun e ka mirë prit, jashtë shumë mirë dhe me vjen shumë mirë, ashtu që ka mundësi që do të rikthejmë përsëri. Ne jemi një teatër i ri dhe po mësojmë dhe ne bashkë me publikun. Po i mësojmë publikut se ç'është kjo skenë, ç'është magjia që ka skena, mesazhet që mund të përcjellim përmes shfaqjeve të ndryshme dhe po jam shumë e lumtur që përmes këtij kasti fantastik arritëm të përçonim atë që donim. Emocionet të veçanta ishin ato të përjetuara nga aktorët në një skenë që për ta mbetet e dashur si ajo Migjeni. Për shumë emocione, domethënë me performuar në Migjen është një emocion i veçantë për karakterin që ka ky vend si bashkim për mua personalisht. Sepse ka qenë pikërisht ky vendi ku kanë nis ato ëndrat për me kënë aktor, sepse na atje, siç e kam thënë, nuk kena pas një teatër edhe fatkeqësisht, edhe Migjeni ka qenë ai udhërrefysi jam edhe ku kena mujt me pa shfaqje, ku kena mujt me pa drama të ndryshme. Po ndihemi jashtëzakonisht mirë, publiku e priti shumë mirë, po është që publiku i don këto lloje të shfaqjeve, këto lloj komedi, këto reagime ishin jashtëzakonisht mirë dhe na bën me ndje edhe neve shumë mirë. Shfaqja e mbushur me humor, ritëm dhe emocione riktheu vëmendjen tek fuqia e teatrit, si argëtim dhe reflektim për publikun. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshëm.